këtë gjënë që ore, qa janë këto dyja tash, si ka mundësi që është kjo gjëja që unë e kam thënë. Si është e mundur që dy që vinë nga ka një pikë të përbashkët vllajin Onin, të vinë kështu gjëra është tash, se s'më bën sens. Sepse jemi komplet ndryshe, pra unë më thuaj një moment që unë kam luajtur si po los Selina. Më thuaj ti një moment. Asnjë nuk ka luajtur, komplet false nga momenti i parë. Unë nuk e njoh Selinën këtu. Nuk e di se çfarë ndodh. Po ti si e shikon Selinën? E shikon të orientuar me aq sa e një? Po, e ka humbur sensin komplet. Mendon që është dorëzuar? Edhe jam e zgënjur nga ajo. Mendon që është dorëzuar? Edhe prandaj nuk po du me një afër, sepse mendon që është dorëzuar? Ka pas disa momente që nuk e ka përballu dot. Edhe unë e kam thënë që edhe me gimbën nuk do ta përballoj më dot. Sepse gja ka një ngarkesë, domethënë të mërit, edhe kjo ngarkesa dytë, plus imazhi i prishet. Nuk e Por ti mendon që e ka prishur imazhin apo i prishet imazhin? Si mendon që ka prishur gjë? Çfarë mendon që gimbës i erdhën mesazhet? Jo thash gimbës. Jo thash gimbës. Tregon që Selina nuk ka një imazh të mirë. Sepse një motër që të dërgoj një mesazh të tillë, ta do të keqë? Është ajo motra ose vllai që të do të keqën, tani flasim realitetin. Në momentin që ti, Greta. Motra ka parë diçka nga jashtë që kjo vajza nuk vazhdon dot me vllajin tim, sepse ka gjallë një lojë të ndërtuar brenda me dikë, nuk largohet dot. Nuk është vetëm ajo. Nuk e sheh vllajin, domethënë. Jo, motra aty shikon dhe Selinin kur bisedon me Mirin. Por dile gjendjen se si është jashtë. Unë pak a shumë e nuhas gjën që është jashtë. Hiqe marrëdhënien që ke me Selinin, hiqe Onin për një moment. Po, heq. Unë e nuhas edhe unë kur ka qenë prajmi e kaluar. Po pra, kur ka qenë prajmi i kaluar që ajo u mek nuk po dinte çfarë të thoshte më. Një sekond. Hiqe Onin. Nuk ke asnjë lidhje. Po. Ti nuk e njeh fare Selinin. Je jashtë. Vllai jot hyn në Big Brother. Merret me Selinin. Joti, vllai jot. Vllai jot hyn në Big Brother dhe merret me Selinin duke dhënë situatën e mirë dhe Selinin. Do ishe dakord që vllai jot kishte në krah Selinin? Duke parë se çfarë po flitet për Selinin jashtë, se ti e di çfarë flitet për Selinin jashtë. Po të ne arrim ta perceptojmë një imazh me atë lloj loje. Normalisht që çfarë do bëja? Nuk do ishte. Është situatë e vështirë, por apo jo. Normalisht do i thoja hapi syt sepse nuk është gjë e duhur çfarë po bën. Mos e fry akoma më shumë. Jo, duke parë Selinin. Jo lojën më këtu brenda. Vetëm Selinin. Dhe do je krah vllait tënd? Selinin. Si person. Si person me atë që ka luajtur këtu brenda. Hiqe më lojën, vazhdimin për lojë të gjitha. Po si e heqim lojën, se po e hoqë lojën, ajo është shumë rregull si person. Ore jashtë nuk e perceptojnë si lojë. Ata shikojnë si po luan, po ama ndërtojnë imazhin e personit tonë. Po pra, imazhi nuk është një imazh që unë mendoj se do je krah vllait tënd. Jo. Kaq. Nuk ka një, edhe jam mundu me i thonë. Jam mundu, po nuk më den hapësirë, edhe nëse do të vazhdoj me mendimet e veta ose të dikujt tjetër, me manipulimet e mirit e njerëzve të tjerë, le të vazhdojnë. Unë, kur të më pyesin njerëzit, do them mendimin tim, do shikoj deri ku arrin. Se kjo është e gjitha këtu. Ja më jo pa deri ku arriti. Doli klipi bashk, bajtën në dhomë të rrëfimit, të dy bashk, u kënaqëm gjithë neve. Doli kjo gjëja këtu.